Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shfaqur në një atmosferë krye-ndryshe nga ajo politike, teksa ka marrë pjesë në një dasëm dhe i është bashkuar valles mes të ftuarve. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë Kurtin duke vallëzuar dhe duke shijuar atmosferën festive, ndërsa të pranishmit e kanë shoqëruar me duar trokitje dhe brohërima. Kryeministri duket i qetë dhe i buzëqeshur, duke lënë për disa momente pas tensionin politik në Kosovë dhe zhvillimet e fundit në vend. Pjesëmarrja e tij në dasëm ka tërhequr vëmendje edhe për faktin se Kosova pritet të shkojë në zgjedhje të parakohshme brenda pak javësh. Megjithatë, Kurti është shfaqur i relaksuar dhe larg retorikës politike, duke treguar edhe një anë më të thjeshtë dhe njerëzore të tij. Në rrjetet sociale shumë komentues kanë vlerësuar faktin që kreu i qeverisë nuk heziton të marrë pjesë në aktivitete familjare dhe tradicionale, ndërsa të tjerë kanë komentuar pasionin e tij për vallen shqiptare. Pamjet vijnë në një moment të rëndësishëm politik për Kosovën, ndërsa zhvillimet e fundit dhe lëvizjet në kampet politike kanë shkaktuar diskutime për zgjedhjet e ardhshme. Në këtë klim politike, paraqitja e Kurtit në një dasëm është parë nga mbështetësit e tij, si një sinjal qetësie dhe vetbesimi përballë sfidave që e presin në javët në vijim. Teksa debati politik vazhdon, kryeministri kosovar duket se ka zgjedhur të kalojë disa çaste ndryshe, mes muzikës, valleve dhe atmosferës festive.